Lojmë i madh për UÇK-n, lojmë i madh për Hashimthoqin, Kadri Veselin. Albin Kurti s'mujti me bon qeverien. Tash radhën e ka PDK-a. Me kallëzu vetin që janë trima, që janë komandantat UÇK-s, që janë patriota, radhën e ka PDK me bon qeverien. Ose edhe në zgjedhje me shku, po numër ne çka do të me bon tash këta PDK si pas meje, këta do të me bon qeverien, gjithçysh me bon qeverien edhe me rxu gjykatën speciale. Se që 5 vjet na kanë lodhë të thonë na rxona, na kështu bojnë protesta, thirrin, shkojnë në Hagë, shkojnë në Tiranë, shkojnë tash atje në Shkup, në Tanant, ju ka ardhur dita PDK-s që me formu qeverien e re, ranin e keni, edhe ditën e dytë qeverisë duhet me bon Kuvendi i Kosovës me rxu gjykatën speciale. Shancën e keni, Albini s'mujti me bo qeverien, tash e keni ranin ju, tash për ju presëm juve patriotat, se që 5 vjet theshe Albini e ka bon atë gjykatën, tash për ju presëm juve, në qoftë se jeni për me patriota, në qoftë se për me doni atë dheun, në qoftë se për me doni UÇK-n, në qoftë se për me doni Hashimthoqin e Kadri Veselin, atëherë bane qeverien, edhe me shki bane qeverien, veç rxone gjykatën speciale. Unë besoj edhe vetëvendosja ka më përkrah, edhe çdo njeri që përkrah vetëvendosin tu nisu në i pari, ka më përkrah, në që se bani nesër dilni me vendim që PDK-a, në që se PDK-a mundet me bon qeverien, na kena me rxu gjykatën speciale. Besoj që keni me pas deputet edhe të vetëvendosës që kanë me votu për me bon një qeveri të re, veç me rxu gjykatën speciale. Në që se e bani që të veprim, po ju garantoj që edhe une, edhe shumë tjerë kanë me konë me juve. Në qoftë se e bani, po në qoftë se i keni veç falcë, veç me vija në emën të UÇK-s, veç me vija në emën gjykatës, atëherë ju nuk keni guximtar për me bon këtë punë. Pse sot mas Kuvendit nuk dojtë me thonë na kena me bon qeverien, na jena shumica, na kena me bon qështu, me prezentu një plan program, me thonë që gjykatën kena me rxu, kena me liru Hashimthoqin, Kadri Veselin, ne Selimin edhe ato në ledhen në burg, nosht, veç këta 2 t'jujt hesni për burgit, veç këta 2 bilit paktin, Thoqin edhe ato Kadrin hesni, ata tjetë ledni, se janë të rëndësishëm ata për juve, a mos ta që janë shumë të rëndësishëm për juve, adin, që ta 2 hesni, gjban në gjykatën, se për ndryshe protesta mos të dherë në kotë, që kjo është protesta që do të me bon ju, mo që unë kam prej sodit, nesër me bon qeverien, edhe mas nesër me rxu gjykatën speciale, që kjo pritet, që unë e pres për juve në që se e bani. Unë për ju sfidoj me këto fjallë, unë e di që ju nuk e bani, se ju vetë e keni bon gjykatën. Po për mos me dhonë shansë që me thonë Albini, që për ju propozoj, bane ju, hisë në gjykatën edhe shlirot Kosova, nuk jetë njoll e zezë UÇK-s, në që se ne qasi patriota, shpithoni vetit, na e na komandanta, atëherë në që se nuk keni tut në luft, pse për tutin pas me dal me thonë, na jem kundër gjykatës, në që se PDK-a fiton, na kena me rxu gjykatën. Pas në zgjedhjet e kalume se keni thonë, këta se s'keni guxu me thonë, po edhe në zgjedhjet e ardhshme që vinë, nuk guxoni me thonë këtë punë, se s'keni për mas, do të me shti i bosht madhe për mas, për me thonë këtë punë, ose që ju ka mundësia atje shumë thjesht pa shku në zgjedhje,
mundi me bon qeveria në Kosovës. Banë edhe me listën serbe s'ka. Në që se hekni gjykatën speciale, këtë popli, ato të këqijat, hajni që keni bon dhe i dje, kanë me a falë. Gjithë shka që keni bon keq, deri dje, kanë me a falë, kanë me a qitë në bërlëg. A thonë, ju të koki patriota. Qohi bane nesër qeverien, numrat i keni, hyq mos ase, o edhe me listën serbe bane, veç rëgjën në gjykatën. Ama, mos dilni me në thonë tani, jo gjykata, jo haga, jo aja, jo kjo, jo kjo. Shancën e keni, hesni për para, bane gjykatën, rëgjëne, hisne, shkatrëne, lirëne, pej burgit, bane qeverien, hazër i keni punët. Edhe ta këshyrëm tani qysh. Pa hec puna. Unë për veti ju mbështes në që ose bani një qeveri për me rëgju gjykatën speciale tagës. E jo veçon, po besoj 99.9% shqiptarve kanë me ju përkra në që ose bani qeveri nesër edhe me idenë që keni me rëgju gjykatën. Ama në qëse nuk i bani shtë punë, as formimin e shtetit, në qëse nuk bani kur gjo për qatë gjykatën, që 5 vjetë në keni ljohë të thonë gjykata, sot nuk keni në gjene me bon qeverien, e mërgju qatë gjykatë, për as qeverien s'gudzoni mërgju, jo as qeverien s'gudzoni me bon, jo as gjykatën në gudzoni me folë kundra gjykatës hiç as një. Qaqen e t'ljatë, se keni të shtërmume për mas, se me konë ju për i me, patriota, ju sot, nesër, mas nesër, bani qeverien edhe vendimin e parë që keni me bon me rëgju gjykatën speciale. Edhe o krykje punë. Nuk s'ka nevoj me diskutu ma për gjykatën speciale, veç ka kena me ju dhonë për kraje, me ju votu besa, edhe kena me ju votu, edhe kena me ju përkra, edhe kena me bo gjithë shka që është e mundën në që se bani qëtë punë. Veç dilni thoni që na e bona, na hjekëm. Po jo me thonë besoj, i sigurt jam që edhe qëtë punë në gudzani me thonë jo që na hjekëm gjykatën. Halo se kum një që 5 vjetë se kum një të thonë që për dykeja që banë gjykatën speciale. Veç për dykeja e banë gjykatën. E banë. Nëse për përshëndes, kaloni mirë krejt, ta shohëm tash çka po banë për dykeja. Ju përshëndes.